Partia Socialiste zhvilloi këtë të martë mbledhjen e radhës të grupit parlamentar në selinë e Kuvendit. Në takim, mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, i cili bashkë me deputetet diskutoi mbi aktivitetet e radhës të partisë dhe agjendën parlamentare. Një nga temat kryesore të mbledhjes ishte puna në terren e socialistëve me qytetarët në kuadër të turit Punët e Shqipërisë, që ka për qëllim përforcimin e lidhjes së partisë me strukturat e saj dhe komunitetin. Mbledhja, e cila zhvillohet rutinë çdo fillim jave, ofroi mundësinë për të koordinuar aktivitetet dhe prioritetet e javës parlamentare. Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi ka mbledhur një ditë më parë në Selinë Roz kryebashkiakët e PS-s në vend. Takimi u zhvillua në kuadër të turit Punët për Shqipërinë. Në një postim në rrjetet sociale, Klosi shprehet se fokusi i takimit ishte procesi zgjedhor në forumet drejtuese të PS-s. Nga ky proces, në të gjitha strukturat tona, dalim edhe më të fortë, gati për një tjetër fitore bindëse në zgjedhjet vendore të vitit 2027, shkruan Klosi.